Gjysmëhëna e kuqe turke në bashkëpunim me organizatën kulturore humanitare Merhamet dhe kryqin e kuq të Maqedonisë së Veriut gjatë ditës kanë shpërndarë 300 pako mish kurbani në territorin e komunës së Çajirit. Utkuhan Yıldırım nga gjysmëhëna e kuqe turke ka njoftuar se këtë vit janë thërrur 70 kafsh dhe janë shpërndarë 2300 pako mish për familjet me nevojë. Kurban yardımlarında janë thërrur 70 kafsh, janë shpërndar 2300 pako mish për të gjithë familjet me nevojë. Jemi munduar të shkojmë dhe të shpërndajmë mish pothuajse në të gjithë Maqedoninë. Familjeve u dëshirojmë gjitha të mirat. Ne si popull jemi gjithmonë pranë jush. Alajdin Sulejmani nga kryqi i kuq në Çajir thotë se shpërndarja e mishit të kurbanit në bashkëpunim me organizatat e lartë përmendura është kthyer tashmë në traditë sepse të njëjtën gjë e bëjnë për çdo vit. Thotë se këto pako shkojnë për familjet me status të rrezikuar social. Organizojmë ndarjen e mishit të kurbanit në territorin e komunës Çajir edhe gjithë territorin që e mblojmë si kryqi i kuq komunal Çajir. Këtë vit është e parapame të ndajmë afër 300 pako të mishit të kurbanit, domethënë. Veç në Çajir, mish kurbani është shpërndar edhe në Veles, komunën e Studeniçanit dhe në shumë komuna dhe vend banime tjera. Kjo nuk është hera e parë që organizatat në fjalë bëjnë shpërndarjen e mishit të kurbanit. Si aksion është realizuar për çdo vit dhe e njëjta është kthyer tashmë në traditë dhe pritet të vazhdojë edhe viteve në vijim.